Nëse vuani nga artriti, duhet të hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime. Në qoftë se ankoheni vazhdimisht nga dhimbjet e kockave, duhet të shmangni sa më shumë pije të sheqerosura dhe ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtjen e tyre sheqer të dëmshëm dhe acid fosforik që përkeqëson gjithnjë më shumë gjendjen tuaj shëndetësore. Mishi i kuq. Edhe pse mishi përmban shumë hekur që ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë se ju abuzoni me konsumin e tij, mund të rrisni rrezikun për të patur artrit reumatoid dhe patologji të tjera që sillin dhimbje të kyçeve. Patatet përmbajnë sasi të larta potasi, që i nevojitet organismit, por pavarësisht kësaj, persona që vuajnë nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin konsumin e patateve pasi përmbajnë një lloj toksine të quajtur solanin që i përshkallëzon këto dhimbje.